Sa parashikon që të arrestohen nga lista? Unë mendoj se nga lista normalisht do t'jenë persona të cilët flitet, sepse kjo merret gjithmonë me raporte dhe çfarë opozita bën edhe Berisha, që flas opozita. Opozita gjysma apo të gjithë? Opozita. Tani unë të jem realist dhe të them vërtetën, unë mendoj që dy veta mund të jenë edhe bashkë dhe me biznesmen. Pse them me biznesmen? Sepse pikërisht këta gjithmonë kur kanë bërë një aferë korruptive, kanë bërë me biznesmen. Më kam rastin e zotit Berisha, biznesmen ka nga mrapa. Rasti i zotit Velie, biznesmen ka nga mrapa. Njëri shqetësohet, njëri precise. Rasti i zotit Meta, biznesmen nga mrapa. Pra, çdo kush nga këta që mund të arrestohet, normalisht do të ketë një lidhje me biznesmen, normalisht që do të kemi edhe biznesmen të arrestuar, sepse ata kur kanë marrë ose kanë bërë korrupsion aktiv ose urdhra kanë dhënë, kanë marrë dhe kanë përdorur institucionet shtetërore sikur është kompania e tyre private, ashtu siç ka ndodhur me incineratorën e Tiranës dhe incineratorët e tjerë që projekti ishte bërë nga vetë biznesmenët. Kjo gjë ndodh sepse në Shqipëri ende mendojnë shumë njerëz, jo pavarësia, po thjesht mendojnë shumë njerëz që situata e krijuar politike në vend ose më mirë drejtimi i vendit bëhet nga biznesmenët dhe harrojnë që ekziston ligji. Por tek lista e hapur edhe e mbyllur kemi diçka. Në listën e mbyllur në të gjitha qarqet të gjithë i ke të atashuar ndaj Edi Ramës. Pra, Rama e ka të sigurt Partinë Socialiste dhe për 10 vite të ardhshëm. Te lista e hapur ke pjesërisht një grup të Erion Velis, po jo të treguar qartësi, por të heshtur, por të Partisë Socialiste, por ke edhe individ të cilët vinë nga radhët e Partisë Socialiste. Pra Partisë Socialiste. Avokat që Velia përveç goditjes që mori nga apeli, mori dhe nga partia, sepse grupi i deputetëve është jashtë listës sigurt. Është jashtë listës sigurt, është në listën e hapur, do luftojnë për vota. Normalisht votat do shkojnë për Partinë Socialiste, do shkojnë për ato 12 e parë të Tiranës në rastin konkret. Dhe ajo që unë shikoj është që kemi të këto listat të mix, që do thotë kemi Partinë Socialiste të vjetër, pra njerëz veteran të vjetër, ke rilindin e 2013 të Edi Ramës, ke edhe njerëz të cilët janë pranë Erion Velis, pra ke 3 kategori. Nga këto 3 kategori normalisht do të shikojmë kush do të fitojë, si do fitojnë në rezultatin e zgjedhjeve të parlamentarit 2025. Por ajo që përsërin nuk duket, po nga këto listat, në listën e hapur, kush do të marrë më shumë vota, ai mund të jetë surpriza e radhës. Kandidati për kryetar Bashkisë së Tiranës nga radhët e Partisë Socialiste. Është një test. Është një testim. Për ata që duhet ta kuptojnë politikisht dhe të bëjnë një analizë, është testim. Pse është testim? Qarkullon emri i zotit Bledi Goxhej, ministër aktualisht, dhe qarkullon emri i tij si të jetë një nga kandidatët. Në rast se ky person merr shumë vota, pra është listë hapur, nëse e kalon. Por në rast se e kalon, do të thotë se Rama do ta dërgojë patjetër në zgjedhjet e Tiranës. Në rast se asnjëri prej tyre nuk merr asnjë vot, pra në kuptimin aq sa zoti Rama e ka vendosur si pritshmëri, atëherë kandidati për Tiranën do të jetë o nga lista e mbyllur, zonja Nastreliu, ose dikush tjetër i cili do të vitë papritmas, por thjesht do të marrë atë bekimin e Edi Ramës për të kandiduar në zgjedhjet të lokale të parakohshme në Tiranë. Ta keni parasysh që pas zgjedhjeve dhe në shtator-tetor, sigurisht që zoti Rama nuk mund të mbajë Bashkinë e Tiranës pa kryetarin Erion Velie, që do të thotë zoti Veliaj do detyrohet në një farë mënyre që të japi dorëheqjen si kryetar bashkie dhe të shkojë drejt zgjedhjeve të parakohshme. Në rast se zoti Veliaj nuk do ta bëjë këtë gjë, zoti Rama do të përdorë çdo mekanizëm të mundshëm për ta shkarkuar, edhe pse jo vetë ai, që ta lejë gjykatën kushtetuese të marrë një vendimarrje në rast se shkarkimi është i drejtë apo i padrejtë. Por ky do të jetë skenari më i fundit i cili
momentalisht nuk besoj se do të bëhet, por në të ardhmen mund edhe të bëhet për shkak të natit ose më mirë të shkak të mos dëgjimit të urdhëresës që Rama mund t'i dërgojë Erion Velis. Sepse Erion Veliaj nga momenti i apelit dhe mos pasje të punojësve të bashkisë përpara apelit, do thotë që zoti Velia është i vetëm përpara betejës së tij në drejtësi, pavarësisht se çfarë recitimesh viktimizimi bëri Rama që ne bashkë kemi analizuar dhe tham qartazi viktimizimi dhe aktrimi në të njëjtën kohë. Avokat, në një batutë për ta mbyllur, kush është redaktori tek përgjimet për Velian që kanë nxjerrë pjesë e mediave? Për të mos 1% konkret, Senaja. Redaktori unë mendoj se mund të jetë Kludita Bushka. Pra, niseni nga fakti që sipas Spakut kontrollonte çështjen edhe personazhet, duke penguar drejtësinë, mund të jetë në këtë rast? Rasti që ju kam thënë edhe përsëri nuk e keni kuptuar, ose nuk doni ta sillni në vëmendje sepse nga shumë lajme që ne qarkullon nuk sillet dot. Fotografia që ju kam shfaqur Benet Beci dhe Arben Kraja, unë e vlerësua. Është e vërteta. Rasti tjetër më i tmerrshëm, një foto e publikuar te Ora News që tregon qartazi takimin midis Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, ish kryetarës së KLG-s dhe kryetarës së Komisionit të Ligjeve, zonja Bushka. Janë 2 foto që tregojnë Plepa 2. Çfarë tjetër doni t'ju them që të kuptoni kush është redaktori? Redaktori është i qartë. Është personi që edhe në Këshillin kur u bë mbledhja e grupit parlamentar, tha që unë mbështes Erion Velin. Pra, redaktoria është e qartë kush është. Avokat, faleminderit shumë për bisedën. Ju falenderoj edhe unë shumë.